Organizatorët kanë bërë thirrje për qetësi. Ne mund të marrim anën e dhunshme të protestës, edhe këtu lidhet me xhamat e thyer te komisariati numër 3. Në momentin kur disa nga protestuesit mbaheshin të shoqëruar atje. Një pjesë e medias u mor vetëm me personat e maskuar, duhet të maskuar të cilët goditën xhamat. Paskush nuk e përmendi faktin që qytetarët u bën gardh për të mbrojtur institucionin, për të treguar që ne nuk jemi kundër policisë. Ne jemi për një shtet të së drejtës dhe për një shtet ku funksionon demokracia dhe ligji. Absolutisht ka dhe të infiltruar nga partitë politike kryesore. Intereson partisë së madhe të krijojë destabilitet, ta legitimojë protestën. Kështu që duke pasur parasysh ecurin e 38 ditëve aksion politik protestues, më ngjelet të them që kjo protest e ka treguar që është shpejtore, e ka treguar që është qytetare dhe ka treguar që të kërkon me kërkesa të qarta pika politike të mirëfillta. E ka kaluar zvërnecën. Kjo është e sigurt, nuk mund të themi sot që kjo protestë është për zvërnecën. Kjo protestë është kundër korrupsionit dhe kundër abuzimit të pushtetit. Nëse Edi Rama nuk e ka kuptuar në 38 ditë, është problemi i Edi Ramës dhe elitës politike shqiptare. Por unë nga ana tjetër i respektoj protestuesit dhe i inkurajohet që ky aksion të vazhdojë akoma më tej. Jemi në një moment delikat për vendin tonë dhe në një moment të vonuar për vendin tonë. Kështu që absolutisht protesta duhet të vazhdojë, intensiteti i protestës duhet të vazhdojë, dhe kurse si në botë kjo protestë nuk duhet shuar. Ri u tha se ndërkaq gjatë arrestimeve pati edhe dhunë nga vetë policia e shtetit ndaj protestuesve brenda ambienteve të komisariateve. Sa e vërtetë është kjo? E pres që të ndodhi. Ne nuk kemi një demokraci perfekte. Ne ende cilësohemi si vend me demokraci në tranzicion. Ne ende cilësohemi si një vend ku autoriteti i kryeministrit është i gjithfuqishëm. Pra vlerat politike që ka Shqipëria e 2026-s janë vlerat që shkojnë drejt një vendi me tipare autokratike, jo një demokracie perëndimore europiane. Kështu që unë besoj që është ushtruar dhunë ndaj protestuesve, por është gjykata ajo e cila do ta vendosë këtë gjë. Është gjykata që do ta japi verdiktin. Ajo çfarë duhet përmendur sot është që në 38 ditë qytetarët shqiptar po tregojnë rezistencë. Po tregojnë një model të ri proteste e cila nuk është parë më përpara. Në 36 vite tranzicion politik, kur nuk ka pasur një protestë që të zgjasë kaq shumë në kohë, që të ketë një qasje kaq lineare dhe një qasje konkrete ndaj kërkesave që duan protestuesit. Jemi në një pikë delikate. Këtu duhet të mbështetem në një analizë që mund të bëhet. Është totalisht e realizueshme. Pasi jemi në një fazë që kanë dalë fraksione nga protesta. Pra, është një grup që kërkojnë të formojnë parti politike, është një grup tjetër i cili vazhdon të bëj protestën qytetare, edhe duke kërkuar largimin e forcave apo subjekteve të tjera politike. Ka një mënyrë se si mund të vendoset qeveria përpara përgjegjësisë. Mënyra se si qeveria të vendoset përpara përgjegjësisë është nëse qytetarët sot, në këtë moment që flasim, pa parti, thjesht të marrin nismën për të bërë referendum. Du të theksojmë të sipas Kushtetutës së Shqipërisë duhen 50.000 vota për të iniciuar një referendum. Janë mbi 100.000 aty në shesh, të cilat mund të krijojnë këto vota. Referendumi nuk është të vendosë në zbatim vullnetin e popullit, por shkon si kërkesë në parlament për të votuar nga kuvendi. Edhe duhet keni parasysh diçka. Nëse kjo kërkesë shkon në kuvend, atëherë kuvendi vendoset përpara një përgjegjësie shumë të madhe.
Dhe një duhet jetë pika që duan protestuesit. Heqjen e imunitetit parlamentar. Kjo është thirrja ime që unë bëj nëpërmjet medias tuaj, edhe që e vazhdoj më tej si përcaktim të aksionit politik. Heqja e imunitetit parlamentar. Le të bëjmë një referendum mbi këtë pikë. Pse nuk është marrë kjo nisëm deri më tani re? Urdhëro? Pse nuk është marrë kjo nisëm deri më tani? Dhe a pritet të merret në vijim? Nuk është menduar ende. Jemi në fazën që qytetarët kërkojnë largimin e Edi Ramës. Nuk e jep Edi Rama dorëheqjen. Nuk ka për ta dhënë Edi Rama dorëheqjen. E ka treguar me qasjen e tij autokratike që ai nuk ikën. Ne duhet ta heqim Edi Ramën. Kjo është metoda më e bukur. Ne bëjmë një kërkesë, heqjen e imunitetit të parlamentarëve. Qose kjo kërkesë organizohet në formën ligjore, mblidhen firmat, i çohet parlamentit, edhe do shikojmë fytyrën e vërtetë të parlamentit shqiptar. A do kenë guximin për të hequr imunitetin parlamentar? Duhet kemi diçka në mendje. Heqja e imunitetit parlamentar i jep automatikisht të drejtë SPAK-ut për të ndërhyrë. Edhe kjo është mënyra më e mirë që kanë qytetarët shqiptar për të parë jo vetëm fytyrën e vërtetë të qeverisë, por edhe fytyrën e vërtetë të SPAK-ut, nëse SPAK-u do ketë guximin për të vepruar. Parlamentarët, edhe diçka të fundit, parlamentarët, duke pasur këtë draft përpara, vendosen në një pozitë shumë të vështirë. O do ruajnë interesin e kryetarit të partisë, ose do vendosin mbi interesin çfarë kërkon populli. Në qoftë se vendos për kryetarin e partisë, atëherë bëhet de juris që parlamenti nuk është legjitim, por është një parlament që i përket interesave të caktuara. Kjo është ajo arma politike që duhet luaj protesta dhe që duhet bërë një orë e më parë sa më shpejt. Ky është një veprim konkret politik. Rej, duke qenë se më përmendë SPAK-un, mendon se SPAK po arrin të veprojë tashmë në mënyrë të pavarur, apo debati politik vazhdon të ndikojë ende në perceptimin e drejtësisë? Unë jam 34 vjeç. Edhe e kam parë mënyrën se si operon drejtësia shqiptare. Ne nuk duhet të ecim si një pul qorre, por ama duhet të jemi të ndërgjegjshëm. Unë nuk kam besim tek asnjëri. 38 ditë protest na kanë treguar që qytetarët praktikisht janë vetëm. SPAK-u, okay, unë e inkurajoj punën vazhduese, por nuk janë thjesht bandat. Ne e dim që peshku qelbet nga koka. Thot më shumë se kur po kërkohet, ne e dim kush është e keqja e Shqipërisë. Ne e dim që bashkëpunimi me bandat e organizuara, paratë e krimit të organizuar, paratë e pista, korrupsioni, kanë sjellë këtë lloj elite politike në parlament e cila nuk është përfaqësuese për qytetarët. Besimi te SPAK-u qëndron sepse ngelet si i vetmi instrument i cili po i vendos disa kushte qeverisë. Pra, duke pasur parasysh që nga urdhër arrestet e lëshuara kundrejt eksponentëve të krimit organizuar, deri tek hetimi i politikanëve dhe zyrtarëve të lartë. A është kjo mjaftueshëm? Jo. Nuk mjaftueshëm. Duhet më shumë. Ne kuptojmë që ky tranzicion politik ka sjellë një realitet skandaloz për Shqipërinë, një realitet ku qeveris i forti, një realitet ku qeveris i pasuri, një realitet ku drejtësia funksionon mbi interese të caktuara. Kështu që zgjidhja e vetme në këtë rast është pikërisht kjo. Ne do të bëjmë një aksion konkret. Aksioni konkret në këtë rast dhe që nuk është parti politike, por që është vullnet qytetar. Është thirrja e një referendumi për të bërë këtë gjë, pikërisht për të testuar këto institucione. A do ketë vullnet